na bën krenar me dijen e tij profesor doktor Musa Musai. Fjala për ju, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Falendrimet të takojnë Allahut fiki plot, salavatet dhe selamet, përshëndetjet tona të përzemër të shkojnë për personalitetin më të ndritur të historisë e njerëzimit, Muhammedin a.s. Të ndëruar të pranishëm, pa mos bërë dallim të gjithë ju që jeni dhe që e keni respektuar familjen Bajrami, njëkohësisht edhe familjen Osmani, me prezencën tuaj, dua që edhe unë në emrin tim edhe në emrin e gjithë kolegëve të familjes Bajrami dhe Osmanit ju uroj martesën e dy të rinjve, në këtë rast Hadisit edhe Elmedinës. Zoti begatov dhe paqin bekimet e Allahut fuqiplot tënë jetës, paqin trashëgimtar të hajrit, edhe qofshin njerëz të cilët në këtë rrugë të cilën kanë zgjedhur si rrugtim të kenë të përbashkët në përjetësi. Nuk është zakon që shumë të ketë fjalime në raste dhe në evente kur gjithmonë flasin artistët edhe ata të cilët i kanë pajisjet dhe i kanë vlerat për të përquar mesazhet e fuqishme përmes asaj pjesës së artit islam edhe përmes asaj pjesës së artit patriotik që kultivohet në përgjithësi tek darsmat tona shqiptare. Me të vërtetë është kënaqësi të ndëgjosh protagonistët sikur që është kënduesi me renome botror, madje edhe është nder për gjithë ne që e kemi miqë dhe kemi mundësi të kemi në eventet tona. Unë do përpiqem në disa minuta të përkushtoj një rëndësi sa i përket vetë faktit të martesës edhe të konceptit të saj në këtë kohë, në të cilën të gjithë ne pajtohemi sot bota në mënyrën më tinzare të mundshme, nëse ka ndonjë institucion që është duke luftuar me tërë potencialin e saj, është familja. Dhe mua kjo më trishton edhe më frikson lidhje me atë se çka do pasoj më tutje, kur është në pyetje vetë vazhdimësia e gjinisë njerëzore. Mund ta imagjinoj dikush se a do të kishte njerëzim nëse të rinjët dhe të rejat nuk do merrnin një vendim të këtillë, të bekuar dhe të mëshiruar nga ana e Allahut fuqiplot për ta vazhduar këtë rrugtim të njerëzisë. Për atë arsye, unë gjithmonë e përsëris një konstatim të cilin e llogariti si motoja kryesore e shekullit 21, pjesë të cilit jemi ne. Çdo i ri edhe çdo e re që vendosin që në këto kushte dhe në këto rrethana të rrezikshme, kur ju cënohet dhe ju kërcënohet çdo gjë që është identitare dhe qendrore e tyre, të marrin vendime kaq sublime, kaq të bekuara, kaq krenare që e bëjnë njerëzimin në përgjithësi, me të vërtet dy të rinjët janë herojt e kohës. Këta janë mujahidët e vërtet, të cilët i bëjnë betejat më të rëndësishme në momentet kur ne të gjithë jemi dëshmitarë se sa tendenca ka që në një farë mënyre fëmijëve 10 vjeçar, 11 vjeçar, 12 vjeçar, ju injektohet bindja se mund të ndryshojnë gjinin. Në këto rrethana, unë mendoj se përtej heroizmit është akti i martesës. Në këto rrethana, sakrifica për të krijuar dhe për të ndërtuar familjen është gjoja më e madhe dhe është dëshmia më e madhe e betejave e cila nuk bëhet me armë, por bëhet me urtësi, bëhet me shembullin e përkryer të cilin të gjithë ne së bashku duhet ta ndërtojmë dhe duhet ta përkrahim në këtë vijë. Unë mbaj qëndrimin se Zoti fuqiplot në kapitullin Nejm, në ajetin 39 të kësaj sureje, ka përmend një konstatim të fuqishëm që kam dëshirë se cili që jemi të pranishëm këtu sonte ta bartim me vete. Çka thuhet në atë ajet? Aty thuhet se Zoti nuk e çon kot mundin e askujt prej jush. Sa do i vogël, sa do i pakët, sa do grimc apo zerre atomi të duket, ajo është përpjekje më e sinqert për ta vazhduar këtë rrugtim ton të përbashkët
dhe për të trashëguar dhe për të dalë përballë pejgamberit alayhis salam edhe krejt atyre figurave tona të madhërishme që i kemi, qoftë nga pikpamja e besimit, qoftë nga pikpamja e kombit, të cilit ne i takojmë me shumë mburje dhe me krenari më të lartë. Për atë arsye, nëse Zoti e ka potencuar se sakrifica askuj nuk shkon kot, atëherë më lejoni që unë të bëj disa krahasime të mia të vogla lidhje me këtë rast. Çfarë thonë ato krahasime edhe çfarë më kanë mësuar mua personalisht. Aty thuhet se fijet e pambukut, apo pambuku që vendosën të sakrifikohet për t'u bë pinj që i themi ne, është më i vlefshëm si pinj se sa si pambuk. Dhe peni i cili vendosën që të sakrifikohet, që të bëhet shtof, si shtof është më i vlefshëm se sa si pe. Dhe shtofi i cili vendosën të bëhet kostum, apo fustan, është më i vlefshëm si kostum se sa si shtof. E njëjta vlen edhe me ata që merren me ndërtime dhe ne gjithë jemi dëshmitarë të kësaj. Një thes qimento është 7, 9, 10 euro, 11. Mirë po një qimento e cila vendoset të bëhet beton, si beton është me çmuar edhe me vlefshme se sa si qimento. Dhe ai beton i cili sakrifikohet për të bërë mur, si mur është më i vlefshëm. Dhe ai mur i cili vendosën që të bëhet shtëpi ose ndërtes, si ndërtes është shumë më i vlefshëm se sa vetëm si mur. Për atë arsye tash vim tek njeriu. Një njeri i cili vendosën apo që të sakrifikoj veten e tij, individualitetin e tij për të bërë familjen. Si familje është më i vlefshëm se sa si individ. Dhe një familje e cila vendosën që të sakrifikohet për shoqërinë, dhe këtu modelin më të përkryer dhe më të freskët e kemi familjen Jashari, edhe shumë familje tjera të cilat këtij kombi, këtyre trojave, këtyre trevave u a kanë dhënë atë më të shtrenjtën liri për të cilën sot ne e gëzojmë dhe të cilën në mënyrën më të mirë duhet kultivuar dhe ngritur këtë flamur të denjë apo edhe që na bën krenar pa më dyshje. Dhe një shoqëri e cila sakrifikohet për të bërë ummet, gjithsesi si ummet është më e vlefshme se sa vetëm si pjesë e shoqërisë. Për atë arsye, nëse keni durim që edhe unë të them edhe diçka lidhje me këto nocione të cilat i përmenda, martesa është ajo e cila të rijut apo të res, të cilat janë përballë dilemës për të bërë karrierë, për të bërë profesionalizëm, për të ngritur profesionalisht, për të vazhduar jetën e tyre në mënyrë të lirshme siç thonë sot. Dhe në momentin që ata vendosën që kësaj kurore t'ja japën atë më të bekuarën që Allahu fuqiplot u ka preferuar, unë mendoj se këtu qëndron sakrifica edhe beteja e cila dëshmon diçka. Nëse unë jap edhe kontribut sa një grimce atomit, Allahu asnjëherë nuk do na humbje mundin, betejen, përkrahjen, mbështetjen të cilën ne e japim si shoqëri. Në këto rrethana në të cilat vlerat janë humbë shoqërisë dhe tentohet në një farë mënyre të denigrohet ajo, ata të cilët i bëjnë ballë edhe vendosen edhe radhiten në aradhat e atyre që i japin rëndësi familjes, edhe kombit, edhe shoqërisë, edhe ummetit, pa më dyshje që Zoti nuk do të lejoj që në shtëpitë e tyre të ketë bumerang. Dhe ju e dini mirë çka është bumerangu. Është atëherë kur ju i bëni dikujt mirë dhe ai t'u kthej me të keqe. Në këto rrethana të sinqeritetit, unë mendoj se të gjithë ne do jemi përfitues. Për atë arsye, me të vërtetë është ndjenjë kënaqësisë që këto momente i kemi ndajtë bashkë. Apo në këto momente të lumtura edhe të martesës së hadisit, apo me bashkëshorten e tij, me të vërtetë është një përzgjedhje të cilën ata e kanë patë të rrugës që të na respektojnë edhe ne të nderojmë familjen Bajrami në krye familjarin e tyre, Xhinebiun, po gjithsesi edhe mikun ton apo dostin ton, shokun ton të idealeve dhe të veprimtarive të përbashkëta, Fadilin, profesor Fadilin, i cili na ka ftuar në këtë event të rëndësishëm. Kur është në pyetje familja, edhe një çështje më lejoni që të them. Shihni, shumë njerëz bëjnë pyetje se si mund t'i bartim vlerat tek fëmijët. Nëse është foshnje, bebe, apo nuk mundesh bebes të thuash se a mund ta ushqejmë beben me biftek, apo duke qenë bebe, apo me qofte. Po çka ndodhen? Ajo nane e cila ushqehet me këto produkte ushqimore, ajo e tret këtë ushqim dhe e bardh si qumsh tek fëmija i saj.
E njëjta është edhe me ushqimin shpirtëror. Në një foshnjë, një bebes nuk mund t'ja tregojmë rëndësinë e besimit në Zot. Megjithatë, në momentin që ne e ndjejmë, në momentin që ne e perceptojmë atë dhe e kemi pranuar, atëherë në psikologji ka një parim i pazavendësueshëm. Ai thotë kështu, ata të cilët i kanë frekuencat e ngjashme, apo cilët frekuenca neuronet, apo për të cilat ne secili e dim që kemi 100 miliard neurone të vendosura në kokën tonë apo në trurin tonë. Perimetri i trurit sa është? 20 cm ose 25, dikush që duket pak me kokë më të zgjeruar, le të jetë 30 cm. Edhe unë gjithmonë kam pyet njerëzit, kam thënë se a ka mundësi dikush që është inxhinieri më i mirë i elektroinstalimeve, edhe pyet një ato, a mund të lëshoje në 25 cm kablo afër 498.000 km kablo, në 25 cm. Allahu fuqiplot në mënyrën më të mrekullueshme ka lëshuar 498.000 kilometre gjatësi neuronesh edhe lidhje sinaptike. Dhe në mënyrën më të përkryer e ka bërë që këto të funksionojnë, që këto parametra njeriu t'u shoh bereqetin, që njeriu ta ketë memorien, apo zgjohesh në mëngjes, krejt ato prit kaluarës e ke me vete. Mund ta imagjinosh çka do ndodhte çdo mëngjes ti je prin zero start. Duke qenë pa imagjinueshme jeta e jonë në këtë botë. Për atë arsye, kur flas për këtë ndarje të frekuencave, jam i bindur se përmes inteligjencës emocionale, që është forma më e denjë për të rezistuar inteligjencës artificiale, gjë që si betejë akoma do shihet në botë, unë mendoj se parametrat e këtyre apo frekuencave imanore janë shumë të fuqishme edhe janë të qëndrueshme dhe dash Zoti të na mundësoj që ti përjetojmë mirësi e këtyre eventeve edhe shumë të rinjve që të kemi mundësinë edhe t'u urojmë edhe t'u dëshirojmë jetë të lumtur, të begat, për plot shëndet edhe inshallah hadisit edhe Elmedinës për plot trashëgimtar të hajrit edhe të denjë të kësaj rruge. Për atë arsye, në një gjë jemi të sigurt, ne kur bëjmë një shtëpi, e keni parë, ne për një shtëpi konsultohemi me 30 njerëz, me ndërtuesin, me mjeshtrin kryesor, me inxhinierin, me arkitektin, me dizajnerin e jashtëm të brendshëm, me pllakat, me atë, me këtë. 30 njerëz i kyçin për ta ndërtuar një shtëpi. Atëherë pyetja është sa shkencëtar, sa ekspert i konsultojmë për ta formuar personalitetin e fëmijës tonë, për ta formuar identitetin e fëmijës tonë. Nëse për mure, edhe për cigla, edhe për tulla kemi investuar kaq shumë, atëherë për ata të cilët do e bartin frymën e Adem Jasharit edhe gjithë atyre të para ati, unë mendoj se është komponenta kryesore për t'i bartë këto vlera në këtë segment. Kërkoj ndjesë nëse u zgjata për arsye se thash artistët janë ato që i kanë fjalën kryesore, por edhe njëherë ju falenderit edhe për nderin që na është bërë që ne të kemi mundësi t'ju drejtohemi juve me disa fjalë. Artistëve, Zoti ju dha shëndet edhe zërin edhe më pushkësek që e kanë. Falenderit shumë gjithë. Faleminderit shumë profesor për këto këshilla briliante. Tash